Toni dhe Eliona gjenden vetëm për pak qaste në lavanderi, një moment që duket I qetë në fillim, por që shpejt merr një kthes të papritur. Toni afrohet më shumë se ç'duhet dhe tenton ta puth Elionën, duke e marrë situatën si të mirëqenë dhe duke menduar se ka kontroll mbi momentin. Veprimi I tij vjen pa paralajmërim dhe krijon menjëherë tension. Eliona reagon menjëherë, e vendosur dhe e prerë. Ajo nuk e lejon as pak afrimin e Tonit, tërhiqet dhe I bën të qartë se nuk është dakord me këtë sjellje. Pa dashur të vazhdoj situatën, ajo largohet nga lavanderia, duke treguar qartë se nuk pranon kufi të shkelur apo veprime të padëshiruara. Toni mbetet pas I habitur dhe I zhgënjur, sepse kishte menduar gabimisht se Eliona ishte në dorën e tij dhe se mund të sillej ashtu si t'i vinte. Sjellja e tij shihet si e papërshtatshme dhe arrogante, ndërsa largimi I Elionës tregon qartë se ajo nuk toleron asnjë lloj presioni apo afrimi të pavullnetshëm. Ky moment përhapet shpejt në shtëpi dhe bëhet temë diskutimi mes banorëve. Disa e shohin veprimin e Tonit si një gabim të madh që e nxjerr edhe më keq imazhin e tij, ndërsa të tjerë vlerësojnë qëndrimin e Elionës, e cila vendosi kufit pa hezitim. Situata lë pas një atmosferë të rënduar dhe shton edhe më shumë tensionet ekzistuese mes tyre. Pas këtij episodi, raporti mes Tonit dhe Elionës ftohet edhe më shumë. Besimi dhe respekti mes tyre duken të prishura, ndërsa ky veprim I Tonit mbetet një nga momentet më të diskutuara, duke treguar qartë se jo çdo afrim I jepet dritë jeshile dhe se kufit duhen respektuar në çdo situatë.